A lejohet shitja e mishit të kurbanit? Shitja e kurbanit nga pronari që ka thirr kurbanin është haram e ndaluar rreptësisht. Në asnjë rrethon nuk lejohet, sepse kjo është me mënu me bë hile Allahut Azza wa Jall. Ka për prej kurbanin për Allah e ka për e shes në mënyrë që me hamur paret. Kjo nuk lejohet, ashtu sikurse që nuk lejohet që lëkurën m'ia dhon kasapit apo atij që thirr shtazën si kompenzim për therrën e shtazës. Në asnjë rrethon nuk lejohet. Pejgamberi ka ndaluar Aliut radhiyallahu anhu, është hadith i qartë për këtë. Nuk lejohet, por lejohet që kasapit, ta quajmë ashtu, atij që thirr shtazën, lejohet m'ia dhon në emën të sadakasë, por jo kompenzim për therrën e shtazës. Kjo sa e përket këtina që e thirr shtazën, ndërsa atij që jep mishin e shtazës, jep kurbanin, tash fukarave, jep kurbanin atyre nevojtarëve që ja ka dhënë kurbanin të për me hongër, ata tash kanë të drejtë me shit. Ata kanë të drejtë me shit. Pse? Sepse janë pronar me të drejta të plota ndaj asaj pasunie. Nga se është rregull i përgjithshëm kur diçka i fal dikujt, jep sadak, jep përçef, ja fal ose jep sadak dikujt diçka, ja fal kirrin, ja fal mishin, qoftë kurbanit, qoftë ja dha zeqatin, ja dha për shembull në lop jep dikush zeqat, ka lop kallabllak jep zeqat, ka dikush aty kallabllak tesha jep zeqat, tesha, ka dikush kallabllak artikuj ushqimor, jep zeqat artikujt ushqimor. Tash ti ne bëhen shumë ato, apo nuk i duhen, ka nevojë për parë, ka nevojë për diçka tjetër, ka të drejtë me shit. Pse? Sepse është bërë pronë e tina, dhe kjo është pronari atij malli. Me momentin që bëhet pronari atij malli, ka të drejtë me bë me ta çka të don. Ndërsa ti i cili thirr kurbanin, nuk ke të drejtë ti me shit mishin e kurbanit. E ke obligim me shkep ose me hangër.